Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Emine Ramadani, jam mësimdhënëse në shkollën fillore Rilindja të fshatit Llajan, komuna e Likovës. Mirë se erdhat në e-klasa. Në vazhdim do ju prezentoj nga lënda e matematikës. Tema programore, gjeometri dhe zgjidhja e problemeve. Përmbajtja mësimore, emërtimi i formave 3D për klasët e 4 që e keni në librin faqe 106. Qëllimet. Disa koncepte bazë që duhet t'i dini në lidhje me trupat geometrik apo format 3D janë faqet, brinjët dhe kulmet. Faqe quhet një sipërfaqe e rrafshët e trupit e kufizuar nga brinjët. Brinjët e trupit quhen vijat e formuara nga bashkimi i dy faqeve. Kulm quhet pika ku bashkohen dy ose më shumë brinj. Trupa geometrik apo forma 3D janë kubi, kuadri, piramida, koni, cilindri, prizmi e të tjera. Emërtimi i formave 3D. Trupa geometrik apo forma 3D janë ata trupa të cilat zënë vend në hapësirë, kanë tripërmasa, gjerësinë, gjatësinë dhe lartësinë, kanë vëllim të caktuar, hapja e tyre ka sipërfaqe. Kubi, kuadri. Kubi dhe kuadri, këto forma kanë formën e kutisë. Te kubi të gjitha faqet janë katror dhe të gjitha janë në madhësi të njëjtë. Te kuadri të gjitha faqet janë drejt këndësha. Piramida. Piramidat ka një bazë, faqet e tjera janë tre këndësha që bashkohen në një kulm. Piramidat emërtohen sipas formës së bazës. Kjo piramidë katërkëndore është me bazë katror. Kjo piramidë ka bazë trekëndore që e ka formën dhe madhësinë sikurse faqet. Këtë piramidë trekëndore e quajmë edhe tetraedër. Prizmi. Prizmi është formë 3D me dy baza që kanë formë dhe madhësinë e njëjtë. Faqet e tjera janë drejt këndësha. Bazat e prizmit e japin emrin prizmit. Ky prizëm është trekëndor sepse bazën e ka tre këndësh, ndërsa faqet e tjera siç thamë i ka drejt këndësha. Ndërsa ky prizëm është 6 këndor sepse bazën e ka 6 këndësh. Cilindri dhe koni. Cilindri ka dy baza rrethore dhe një sipërfaqe të lakuar që kur rrafshohet formon drejt këndësh. Koni ka një bazë rrethore dhe një sipërfaqe të lakuar që kur rrafshohet formon pjesë të rrethit. Emërto këto sende në format 3D. Këtu kemi një paketim lodrash. Çfarë forme 3D mund të jetë?
cilindri. Po këtu shahu, çfarë forme mund të jetë? Kuadri. Po këto copozakuj, çfarë mund të jenë? Kubi. Po kjo poshtë, çfarë mund të jetë? Piramida. Akullorja, çfarë forme mund të jetë? Koni pra. Globi, çfarë forme mund të jetë? Sfera. Po ashtu, kemi një detyrë që i emërojmë format, dhe më thënë emrat i bashkojmë bashkë me format e duhura. Të shojmë se sa i mbajmë mend. Cilindri, sfera, kubin, koni, prizmi dhe piramida. Dëshojmë tani në vazhdim nëse jemi përgjigjur saktë. Ju lumt e zgjidhet detyrën. Në vazhdim, në slajdin e fundit kam paraqit detyrë shtëpie, ku thot kështu: vështro vizatimin. Dhe përgjigjo pyetjeve në vazhdim. Cilat nga sendet kanë formën e cilindrit? Emëroje formën e secilit send dhe numëro sende të tjera të cilat kanë formë 3D. Po ashtu edhe në librin, në faqen 106, kemi edhe një detyrë aty në fund, ku thot emërto forma 3D të dhëna më poshtë. Me kaq përfunduam, ju përshëndes dhe miru pafshim.